Pavarësisht se pas mbledhjes së mbrëmshme të koalicionit Vlen, u tha se nuk ka mosmarrveshje brenda koalicionit dhe se ai qëndron kompakt dhe i bashkuar, ende mbetet e paqartë nëse koalicioni do të garojë me lista të përbashkëta si një subjekt i vetëm në zgjedhjet e ardhshme lokale. I pyetur sot se si do të bashkëpunojnë në zgjedhjet dhe si janë raportet e koalicionit, ministri i Shëndetësisë dhe njëri ndër liderët e Vlenit, Arben Taravari, tha sot se po vazhdojnë negociatat dhe se do të dalin publikisht me qëndrimet e tyre. Ndërkaq ai mohoi se po zhvillon takime me liderin e BDI-s, Ali Ahmeti. Liderët e koalicionit Vlen u takuan mbrëm në Selin në Shkup, ku për rreth 2 orë diskutuan mbi zhvillimet e fundit në këtë subjekt politik. Edhe pse para takimit u tha se në këtë mbledhje do të përcaktohet se si do të dalin në zgjedhjet e ardhshme lokale. Mbledhja nuk rezultoi me një vendim përfundimtar. Pas takimit, Bekim Çoku nga Vlen mohoi se ka pasur mosmarrveshje dhe tha se Taravari vazhdon të jetë pjesë e koalicionit. Absolutisht ne jemi bashkë, ne jemi Vlen, vazhdojmë si subjekt i përbashkët dhe si thash mbetet vetëm të diskutohen detajet dhe të diskutohen komunat se si do ndahen në mënyrën më të mirë. Përplasjet brenda koalicionit Vlen shpërthyen pas kritikave publike të Taravarit të bëra gjatë një interviste, ku tha se koalicioni ka shumë mangësi, por punon shumë ngadalë dhe mospërputhjet e koalicionit shihen nga 100 kilometra larg.